Mirëdita miq të YouTube-it. Sot do t'ju prezantoj një centro tjetër të punuar me grep, të punuar me fije 12. Ja. Me fije 12 me grep 1.5 mm. Nuk është shumë i trash. Kjo është një centro e cila punohet kollaj, është një model i thjesht. Këto përdoren për tavolinat mesit, edhe për tavolinat e bukës. Unë te kam bërë për tavolinat me anë për tavolinë buke. Është një model që të tërheq, është i thjesht dhe i lehtë, nuk të mërzit kur e punon. Kam bërë dhe 2 për tavat e cigareve, 2 copë, po nuk kam mbaruar akoma, se kam edhe një për ta bërë. Unë këto i kam bërë në formë rombi, sepse kjo rota këtu për shumë, ose ky modeli këtu, një copë vjen në formë e skënçi, se unë doja ta bëja 4 ore, po më doli me romb. Nëse edhe kështu ka dalë bukur. Tani do t'ju shpjegoj se si bëhet kjo. Si fillim, rrethi këtu brenda është bërë me 8 zinxhir. Pastaj janë bërë 12 kutia, dhe çdo nga këto 12 kutia janë bërë nga 4 mbushje. Pasi kam mbaruar ky është me mbushje, është bërë rjeshti tjetër, kutia. Këto kutijat janë bërë nga 5 zinxhir. Pastaj këto 5 zinxhir do bëhen me nga 2 mbushje dhe me harkun prap me 5 zinxhir. Ky harku këtu. Tani do t'tregoj se si bëhet. Atëre, 1, 2, 3, 4, 5 zinxhir. Do marrim lak. Do fusim këtu në kuti. Nuk I nxjerrim mbushjet të gjitha. Dhe tani këtu ngelen 4. Këto të 4 e nxjerrim për një herë. Bëjmë prapë 5 zinxhir. 1, 2, 3, 4, 5. Fusim prapë në kuti dhe nuk I nxjerrim. Nxjerrim 2, ngelen 2. Marrim prapë lak. Nxjerrim 2, u bën 3. Nxjerrim 2, ngelen 4. Tashti I nxjerrim të gjitha për një herë. Domethënë, në çdo kuti do bëhen nga 2 mbushje. Domethënë janë 12 kutia, do dalin këtu 24 mbushje. Prap, 1, 2, 3, 4, 5. Prap vazhdojmë. Një, 2, 3, 4, 5. Vazhdojmë prap. Do të kemi kujdes se ndonjëherë mund të harrojmë ndonjë mbushje, mund të bëjmë një kuti, në një kuti mund të bëjmë një mbushje, dhe kur vjen puna pastaj për të bërë këto mbushjet e anës, nuk na dalin kutia tamam. Edhe kështu do vazhdoj kjo deri në fund. Tashti erdhëm këtu në fund. Kemi për 5 zinxhir, edhe do ta fusim këtu, te marrja kësaj mbushjes. Edhe nxjerrim. Tani, për të vazhduar për të bërë rjeshtin tjetër me kutia që bëhet në 6 zinxhir, do kapim mbushje, deri në gjysmë do ta punojmë me mbushje. I bie të bësh 3 mbushje. Dhe tani do bëjmë 2 rjeshta me nga 6 zinxhir kutiat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Edhe e fusim në mesin e këtyre kutijave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fusim këtu në mes. Në çdo kuti. Edhe kështu do vazhdoj. 2 rjeshta do vazhdojnë kështu drejt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Gjithmonë në mes të kutisë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Tani mbaruam 2 rjesha me nga 2 rjesha me kutia bosh. Tani do bëjmë këtë mbushje dhe do bëjmë dhe lidhje. Kjo mbushja në një kuti bëhet 7 mbushje, 3 zinxhir, 7 mbushje. Ja, tash se tregojmë dhe lidhje. Do bëjmë 6 zinxhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Një kuti, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 2 kutia. Se dhe kjo është kështu. 2 kutia, mbushje, 2 kutia, mbushje. Tashti, si që kemi këtu, do marrim lak, do bëjmë 7 mbushje në kuti. 3, 4, 5, 6, 7. Do bëjmë 3 zinxhir. 1, 2, 3. Prap 7 mbushje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 1, 7. I bëm 7 mbushje. Tani do ta kapim do kjo kutia pa lak, pa zinxhir. Që jep edhe këtë formën, jep të formën kështu. Tani do bëjmë 3 zinxhir, 1, 2, 3. Do bëjmë lidhjen. Do ta kapim këtu. Te kutia. Zakonisht ato që din të bëjnë, të punojnë me grep, din të bëjnë edhe lidhjen e qentrove. 3. Tani do bëjmë prap 3 zinxhir. 1, 2, 3. U bë një kuti. 1, 2, 3. Prap e kapim këtu. 1, 2, 3. U bën 2 kutia. Tash do bëjmë 7 mbushje. 1, 2, 5, 6, 6 edhe 1, 7. Tash do bëjmë lidhjet e mbushja. Do bëjmë 2, 1, 2. Dhe do ta kapim në mes të këtyre të dyjave këtu. Dhe në mes të këtyre formohet një vrim. Bëjmë 2 zinxhir, 1, 2, dhe bëjmë prapë 7 mbushje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe 1, 7. E kapim këtu prapë pa lak, kjo formohet forma e kësaj lules. Do bëjmë 3 zinxhir, 1, 2, 3, dhe do ta kapim prapë këto 2 kutijat. Tre zinxhir, 1, 2, 3. Se kur bëhet kapja, gjithmonë ndahet zinxhir në mes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. U kapën dhe 2 kutijat. Tani do bëhet kjo mbushja. Dhe marrim lak, do bëjmë 7 mbushje. 1, 2, 3. Dhe një ka zinxhir këtu 4, 5,
6, 7. Tani do kapet këtu. Do bëjmë 2 zinxhir, edhe kapet. 1, 2, dhe vazhdojmë pra bën 7 mbushje. Dhe kapim gjithmonë kur marrëm mbushja, e kapim në kuti pa lak. Ja. Ky është edhe modeli për sot. Unë ju falenderoj që ju ndihni videot e mia. Kush është interesuar se sa kushtojnë këto, se unë këto punët që bëjmë, edhe i shes. Kush është interesuar se sa bëjmë, të lërë koment në kanalin tim të YouTube-it. Miru të gjofshim në videot e radhës.